Mirë se erdhët në sportin më ekstrem në Tiranë. Nuk ka të bëjë me ngjitjet në malin e Everestit apo me hedhje në parashut, por ka të bëjë me trafikun dhe me vend parkimet e Tiranës. Do t'ju tregoj në këtë video se çfarë heqim ne tironësit e ardhë, do thoni me drejt që ku ka tironca, për të gjetur një vend parkimi dhe për të shkuar në punë. Qëndroni këtu sepse sot do të shohim ç'a bëhet nëpër Tiranë. Zakonisht për të shkuar në punë unë preferoj rrugët e lagjeve, sepse janë më pak të ngarkuara. Gjithë ju që udhtoni nëpër rrugët e kryeqytetit, e kuptoni shumë mirë se çfarë do të thotë që dalësh në pikun e orarit në mëngjes dhe pasdite, pra në ato oraret kur njerëzit shkojnë dhe kthehen nga puna, se si bëhen hyrjet dhe daljet e unazës, pra për në qytet. Dhe kështu që detyrohemi që shpesh herë të zgjedhim rrugët alternative, rrugët e lagjeve. Ora është 9:20, zakonisht unë dal pak më herët për të shkuar në punë dhe distanca është rreth 1.2-1.3 kilometra. Detyrohem që të marr makinën sepse me transport publik nuk ja dal dhe gjatë ditës më duhet që të lëviz nëpër vende të ndryshme dhe kështu që më duhet detyrimisht përdor makinën. Nëse do kisha mundësi që ta lija makinën digu dhe mos ta përdorja, do isha shumë i lumtur dhe dita ime do ishte më e qetë dhe më e paqët. Ky është edhe ai momenti i parë ku nervi jot fillon të bëj atë kaçurelin e parë, sepse sapo fillon trafiku. Duhet që të keni nerva çeliku ose të keni një shok me emrin Durim. Kjo është edhe e përditshmja jonë, përveç trafikut pra, për pak kilometra mund të humbasim edhe një orë në trafikun e Tiranës në mëngjes, por nuk mbaron aty sepse më pas ti fillon edhe shpreson për të gjetur një vend parkimi të lirë për ta lënë makinën gjatë orarit të punës, dhe nëse ti nuk e gjen këtë, je i detyruar që minimalisht paguash 500 lekë një parking të zakonshëm për 8 orë, që varion edhe në 700 lek për 8 orë apo 800 lek, 8 euro pra, dhe në rastin më të keq do ta lësh diku dhe do marrësh një job që varion nga 2000 deri në 3000 lek të reja. Pra aq sa mund të jetë ose pak më shumë se sa është dita e punës së një punëtori të zakonshëm në Shqipëri. A ja vlen? Nuk e di. Fakti që unë përdor makinë sepse jam i detyruar ta përdor, nuk ja dal dot me transport publik, vonesat, mbi ngarkesa, lëvizjet e shumta që mund të kem gjatë ditës. Pastaj unë jam një person familjar, më duhet të bëj edhe transportin e personave të tjerë të familjes apo për të bërë ndonjë pazar pas pune e shumë gjëra të tjera. Përveç këtyre sa tham, janë edhe këto situatat janë të shpeshta, pra që ti duhet futesh mes dy makinave ku hapësira është, domethënë në ekstrem. Ai sa mund të kapësh makinën tënde dhe makinat e parkuara gabimisht, por nga ana tjetër kur shoh makinat parkuara në një formë të tillë, mendoj me vete që ka qenë i detyruar sepse personi që e parkon nuk është se është idiot. Kjo është edhe një nga zonat ku është në afërsi të punës time dhe unë kam pullën e rezidentit për makinën, por asnjëherë nuk gjej parking të lirë sepse sigurisht edhe banorët i zënë më herët dhe të gjitha ndërtesat në kohën kur janë ndërtuar pallatet nuk është menduar për infrastrukturën apo për parkimet nëntoksore, pasi parkimet përgjithsisht janë shfrytzuar për dyqane apo për biznese tjera, që perceptimin tim është një gabim shumë i madh. Ky është një parking në të cilin shoh që qeka plot, parkingu i bashkisë. Ja ku arritëm ke stadiumi Air Albania dhe tani të shohim se si është situata këtu poshtë tek parkingu. Nuk ka shanse, është të imbushur. Po da shikoni, 0 vende parkimi. E tani kthehemi nga njëri stadium tek tjetri, pra do të shkojmë në afërsitë të stadiumit Dinamo ose Serman Stermasi.
Edhe aty është një tjetër parking publik i bashkisë. Sot duket një ditë e qetë, për sa i përket edhe makinave ose lëvizjes së makinave, është një ditë normale, nuk është një trafik i mbi ngarkuar që ti nuk ja del dot, edhe pse çdo ditë ja dalim, por stresohemi dhe kalojmë shumë orë në trafikun e Tiranës. Ja dhe urbanët e Tiranës më ka bërë përshtypje gjithmonë, nuk spostohen kur zbresin apo marrin njerëzit në stacionet e autobusit, nuk parkohen aty ku është edhe korsia e tyre, pavarësisht se këtu në këtë situatë e kanë përzier, pra edhe korsinë e biçikletave, edhe korsinë e parkimit të autobusit ose urbanit, dhe çka shkakton shpeshherë edhe trafik. Ja ku po afrohemi edhe tek parkingu i stadiumit Dinamo, por kam përshtypjen se edhe këtu do jetë pak e vështirë. Makina ka në radhë që po presin. Nuk besoj se ja vlen që të humbasim kohën duke pritur, sepse është ai Fiati, është ky Golfi, është dhe një Mercedes tjetër që po pret për të futur, dhe ne praktikisht jemi të katërtit në radhë dhe mund në vi radha nga ora 12. Ndërkohë, shohim rreth e qark stadiumit, sepse edhe këtu ka hapësira parkimi, nëse mund gjejmë ndonjë vend për të parkuar. Edhe këtu kemi tabel, nuk mund të parkojmë. Dhe ja, kjo situata për shembull mua më ka bërë nga një person shumë korrekt në përtakime apo në punë apo në të përditshmen time, më ka bërë që ta humbas këtë korrektësinë. Edhe pse ti mund dalësh shumë kohë më përpara nga shtëpia, pra nëse do të shkosh diku në orën 9, ti mund dalësh edhe në orën 8, një orë përpara, dhe ta mendosh për 1 kilometër apo për 2 kilometra apo për një distancë fare të shkurtër brenda Tiranës, të dalësh një orë apo një orë e gjysmë më përpara është çmenduri, po realisht Tirana nuk ka një plan urbanistik të mirëfillt, po ka një plan që është ndërtuar aty ku është mundur, gjej hapësira, domethënë ka një plan pa plan që ti bish shkurt. Shpresa për të gjetur një parking të lirë, pra pa pagesë, është 0. Shikoni se çfarë bëhet në përlagje. Do të bëjmë dhe një tentativë të dytë, mos gjejmë një parking të lirë tashmë tek parkingu i bashkisë afër stadiumit. Nëse nuk gjejmë, do ta çojmë makinën në shtëpi dhe do vim në këmbë. Më duhet të qesh sepse s'kam ç'a bëj, nuk qaj dot. Dhe me të drejtë ju të gjithë do thoni që ik o vllai në kom, ik me urban, merr një biçiklet, merr një monopat, i kam të gjitha alternativat, por është e vetmja mundësi që mua mi zgjidh të gjitha nevojat e ditës që kam. Makina, dhe vetëm makina. Është misioni pamundur që tu të parkosh. Si thoni, e lëm fare, i im shtëpi. Ne bëjmë pushim sot, mos shkojmë punë, se nuk gjetëm parkim. Ja, kaq edhe për këtë video. Kjo është e përditshmja ime dhe me siguri e përditshmja e shumë personave dhe qytetarëve të tjerë të Tiranës që përdorin makinat personale dhe jo transportin publik apo jo mjetet alternative, sepse shpeshherë njerëzit janë të kushtëzuar dhe janë të detyruar që të përdorin makinat e tyre personale. Çdo përdorim personal është më i kushtueshëm se sa një përdorim publik, por nga ana tjetër këto janë mundësitë që kemi.